A është e vërtetë se një shpirt rimishërohet, pra ka jetuar një kohë tjetër dhe pastaj rikthehet prapë në këtë botë? Se kështu pa të dëgjuar një nga këta të vjetrit që e thoshte këtë gjë, se vjen prapë shpirti. Legjenda pagane indiane. Ne në islam nuk e njohim teorinë e rimishërimit. Tek ne në islam, shpirti o shkon në xhenet, edhe pret atje ditën e Kiametit, o shkon në xhenem dhe pret atje ditën e Kiametit. Ruhet në xhenet ose në xhenem, ndërsa përjetimet i ka në varr. Përjetimet i ka në varr, ndërsa si trup ruhet në xhenet ose në xhenem. Thot Zoti në Kur'an: Kella inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sijjin është një pllak thot në xhenem ku nën të rrin shpirtrat e jo besimtarëve. Kella inna kitabal abrari lafi illiyin. Shpirtrat e besimtarëve janë në illiyin, pra në gradat e larta të xhenetit, të ruhen, siç është transmetuar në Sahihun e Buhariut, se shpirtrat e besimtarëve janë në xhenet, shëtisin, ose hadith tjetër që thot në gushat e zogjve jeshil në xhenet, pra janë në xhenet. Ndryshe nga shpirtrat e dëshmorëve që përfitojnë nga mirësitë dhe begatitë e xhenetit, shpirtrat e njerëzve besimtar thjesht ruhen në xhenet.